Blerim Hyseni, kolegu analist dhe gazetar nga Maqedonia e Veriut. Materiali nr. 8. Përshëndetje për të gjithë në studio, më lejoni që fillimisht zoti Gjini t'ju uroj timorin e Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Një pyetje për kryetarin e ri të kësaj partie. Cili është qëndrimi i tij rreth zhvillimeve në Maqedoni, duke pasur parasysh se skena politike në Maqedoni dhe ajo në Kosovë po has në përqarje që asnjëherë nuk ka ndodhur në historinë e kaluar 30 vjeçare të pluralizmit politik. Dhe çfarë është qëndrimi i tij në të ardhmen, si do të kishte bërë ndryshe zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë, duke pas parasysh krizën aktuale që po ndodh mes shqiptarëve të Maqedonisë dhe Kosovës, duke pas parasysh ndikimin negativ të kryeministrit aktual Albin Kurti në skenën politike në Maqedoni. Përgjigje, Gjini? Faleminderit shumë. Unë mendoj që kur do që politika zyrtare e Kosovës merr anë në Maqedoni, ka me shkaktu përqamje dëmshme. Une kom qenë në politik edhe në kohën kur kampe opozitare shqiptare kanë qenë Ali Ahmeti dhe Arben Xhaferi. Kom qenë pjesë aktive e politikës. Kom kalu kohë me të dy. Në atë kohë, politika e Kosovës, edhe pse Ali Ahmeti ka përfaqësu UÇK-n, e këtu ka pas UÇK, Arben Xhaferi politiken e mahershme tradicionale, nuk kemi marrë anë. Kosova ka rezistu me marrë anë. Mendoj që është totalisht gabim. Ne duhet me ndihmu shqiptarët e Maqedonisë me këtë kapacitetet që i kemi në shkollim, në emancipim, në ekonomi, çdo do që mujmë me bo, por nuk guxojmë me marrë anë mes palëve atje. Kjo është përgjegjja ime. Ardita Behluli, gazetare, kolege nga